deklamon, që me thonë, një diplomaci krejtësisht jo konvencionale. Ai po diskuton me partnerët që shepom, do me thonë, me prezencën e opinionit publik. Ai nuk po merr vendime në një seancë të mbyllur dhe me dalë në një konferencë për media, po ai po don me ruajt transparencën 100% dhe komunikimin me publikun 100% për vendimet që po i merr. Kjo është formë e re e diplomacisë, realisht, dhe diçka tjetër që po vrejet të Trump është se ai po e motivon shumë, do me thonë, politik bërjen e tij në raport me të tjerët, përkatësisht politikën e tij të jashtme, po e, si me thonë, po e bazon shumë në interesin ekonomik, para së gjithash interesin ekonomik të Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ajo thonë Amerika e para, ma shumë ka të bëjë me interesat ekonomike. Dhe ju po e shihni tash se si vendosi edhe i rriti bilesonte edhe ma shumë tarifat për disa produkte me Kanadon, një partner do me thonë edhe strategjike historik, po edhe ka një marrëveshje e naftës mes Meksik, Kanada për një treg të tregtit lirë, një treg po thuj të përbashkët, që nuk o funksionalizu asnjëherë krejt, po që në raport me Kanadon ka pas shumë pjesë të saj kanë funksionu, dhe tash për një moment është një kurs i ri krejt ndryshe. Ndërkaq vizitën e djalit ti prap do të me po në qëtë funksion. Do me thonë, ai sigurisht, pa e përzi, që shu tha këtu, pa e përzi politiken e Shtetet Bashkuara të Amerikës, ai në shtatash ka morë përsi për që ta udhëheq biznesin e familjes derisa Trump... I balkoni, këtu keni me investu. A mund t'i tregoj, po kishte një vizitë ma hershme në Beograd që a i kishte identifiku disa interesa ekonomike që mund t'jenë për biznesin e ti, dhe tash, kjo, unë menoj që ma shumë ju ka dasht Vučićit me nëzirë në publik për shkak problemeve të mrenshme që i ka aj, që me thonë Amerika është me neve dhe ju mos mu gjuni mu se unë do t'i zgjidh krejt këtu, sësa që ka të bëj diçka direkt ose edhe indirekt, unë nuk menoj asë mënyrë kontekstuale që e atakon ose e damton interesin e Kosovës ajo vizitë në Beograd. Një çështje tjetër, J.D. Vance u bo lajm botënor kur nuk e takoi Olaf Scholzin, kancelarin gjerman, për shkak se tha ky ka më shkuar në zgjedhje, s'kam nevojë me hub kohë me to, e dinte që ka zgjedhje në Gjermani. Në Kosova është në këtë situatë, nëse sekretari i përgjithshëm i NATO-s vjen ai ka me ataku presidentën, e cila ka autorizime të kufizuara, edhe e ka një kryeministër që dorën zemër është në mandat plot, po është periudhë post-elektorale. Ana kushton kjo zvarritje edhe a ka të lashe me identifikim të adresës sakt me konë komunikot? Po, unë menoj që edhe arsyeja pse nuk po përmendet ende edhe matutje në agendën e Trumpit Kosova, drejt për drejt, është kjo. Do me thonë, ai nuk ka për një moment nuk ka adresë. Unë menoj që mesazhet që kanë me ardhë, nështë edhe në formë presioni, është që mos mu vënu me konstruimin e institucioneve, qysh vinë, qëfar forme vina, me ndo një vizitë zyrtarve të caktuar këtu, apo ambasada e krynë këtë punë kështu, nuk e di, po unë menoj që ajo që gjithmonë po ngritet si shqetësim e i opinionit publik të në Kosovë se do të ketë ngërç institucionale, mund të shkojmë në zgjedhje, unë menoj që kjo do të evitohet, s'pakut sa i takon që ti diskursit ri që të politikës e jashtme amerikane me Trumpin në krye, menoj që s'do të lejoj këtë. Dhe pastaj mundësit për brenda një afati kushtetuar